Jemi këtu me kryetarin e shoqatës Bite Shqipes Philadelphia, që kanë ardhur enkas për 25 vjetorin. Shumë faleminderit, mirë se keni ardhur në radhë të parë. Faleminderit dhe ju për ftesën, është ndërë kënaqësi të jemi 25 vjetorin e krijimit të Alt TV USA. Faleminderit shumë. Çka keni më na thënë, sepse tashmë jemi shqiptar të vendeve të ndryshme, por me të njëjtin qëllim. Çka mund të na thoni më shumë për televizionin ton, për gjithë për kushtimin, për gjithë punën e palodhur, sakrificat, mund të themi edhe atë, sepse ka plot 25 vite këtu në komunitet. Do thosha në fillim që jam këtu me Sami Zekën dhe Artan Ismailajn, antar të bordit të shoqatës Bite Shqipes nga Philadelphia. Vitin tjetër dhe shoqata jonë mbush 25 vjet, një lloj se 25 vjetori i televizorit Alt TV USA. Ju uroj suksese në misionin tuaj fisnik, patriotik, në mbajtjen gjallë, në shpërndarjen e informacionit, të kulturës, traditës dhe identitetit tonë kombëtar, jo vetëm në besoj këtu në Michigan, po kudo në Amerikë. Pra ju uroj suksese në misionin tuaj. Faleminderit shumë. Zotri, një fjalë për televizionin e shqiptarëve. E di që keni ardhur nga atje, ndoshta jeni edhe pak lodhun, ne gjithmonë e mirë kuptojmë atë, por gjithmonë çka ne na intereson është që ai mesazhi që ju na jepni, jo vetëm shqiptarët këtu në Michigan, por jashtë Michiganit, që në mënyrë edhe ne të përmirësohemi apo dhe të shtojmë diçka në për emisionet tona. Po, patjetër. Është kënaqësi e para punës që jemi të pranishëm këtu në këtë sebet të kënaqshëm, quhen në gjuhën shqipe sebet. Edhe një mesazh që do jepja për gjithë shqiptarët është që do të jemi të bashkuar gjithmonë. Ne kemi ardhur nga Philadelphia vetëm që të jemi të pranishëm këtu, domethënë të tregojmë domethënë që edhe ne nga Philadelphia, dhe domethënë nga gjitha anët e Amerikës janë shqiptarët, po të bëmi bashkë të gjithë, është shumë gjë e bukur e shumë gjë pozitive. Shumë. Mirë, edhe një urim për fund nga shoqata, se ditë se cili do e marrë përsipër. Në emër të shoqatës Bite Shqipes Philadelphia, në emër të Këshillit Drejtues Shoqatës dhe ne si përfaqësues, ju urojmë suksese në këtë 25 vjetor. Dhe lartë e më lartë misionin tuaj për mbajtjen gjallë të kulturës, traditës dhe identitetit tonë kombëtar në shqiptarët e Amerikës. Jemi të bashkuar siç e tha Artani, mund të bëjmë më shumë për njëri tjetrin, për komunitetin tonë dhe për kauzën tonë për bashkët. Faleminderit. Ne jemi në këtë mbrëmje gjithashtu edhe me zotërinë të tjerë të nderuar, një ndër to dhe zoti Altin Zaloshnja, kryetar i shoqatës Besot e Diaspora. Më pëlqen shumë emri. Kjo tregon që duhet besuar te puna edhe te aftësia për të qenë komuniteti i bashkuar? Pikërisht kjo ishte nisma. Në një farë mënyrë që ne gjithë bashkë do të kemi besim ke kapacitetet që kemi, ke forcën që kemi. Po të arrijmë që të bëjmë ato bashkë, patjetër që mundet që ndryshojmë shumë gjëra. Drejtimin do të kallë në grup. Ne një grup i ri, kryesisht po bëjmë me intelektual, dhe duam fillimisht që të përpiqemi që të japim kontributin tonë për të energjizuar komunitetin këtu, dhe pastaj në një të ardhmë të afërt ose të largët, shikojmë se si gjërat do shkojnë për gjithë kombin shqiptar, dhe si jashtë kombit shqiptar. Edhe do të kishe një urim në këtë 25 vjetor të televizionit? Ju uroj gjithë mirë atij televizioni. Ky është televizioni i cili unë kam dhënë shpesh intervista dikur, kam ardhur më shpesh, por edhe tani kohët e fundit po thotë. Kam filluar një rrugtim intervistash në të televizion. Ju uroj gjithë mirë, ju uroj që ketë sa më shumë sukses, gjërat shkojnë ashtu si duhet, sepse me të vërtetë është një zë që duhet komunitetit, jo vetëm në Michigan, por edhe në gjë. Unë falenderoj shumë për kohën, kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Jemi këtu me zotrin Anton Lajçaj. E di që shumë shpesh e kemi pa pjesë të televizionit me mbështetjen e tij të palodhur, por sot është një ditë e veçantë. Sigurisht në këto ditë të veçanta janë ata që na mbështesin për gjithë këto vite, që na japin mesazhin më të mirë. Andaj zotri Anton, mesazhi juaj për televizionin ton shqiptar. Për të parë, lejoni t'ju uroj këtë përvjetor, 25 vjetorin e punës tuaj, një punë të jashtëzakonshme, dhe unë dëshiroj që puna juaj të vazhdoj jo vetëm 25, po edhe 250 akoma më shumë vite,
dhe ju jemi shumë mirë si komunitet shqiptar që ju kemi këtu, sepse puna juaj është e paqëmuar dhe sado që neve mund ta vlerësojmë ose mund mendojmë është shumë e vështirë ta vlerësojmë dhe ta dimë rëndësinë sa të madhe që televizioni e ka. Pra, ne jemi krenar që jemi pjesë e këtij komunitetit dhe jemi akoma me krenar dhe akoma me fat që kemi televizionin e shqiptarëve të Amerikës në komunitetin tonë. Çfarë mendoni që ne mund të bëjmë ndryshe? Si televizion, si një urlidhse për komunitetin tonë që jemi këtu në Amerikë? Unë mendoj se për çdo punë në këtë botë, domethënë gjithmonë ka mirë akoma më mirë, por mendoj që nëse vazhdohet në këtë mënyrë si deri tani dhe nëse akoma më shumë, domethënë mund të shtohen emisionet apo mund të zgjerohet si televizion me raportues nga qendra të ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo nga vendindja, ndoshta kjo kishte me kënë diçka që kishte me shtu akoma me pasunu programin e televizionit, por megjithatë të pas parasysh se për të mbijetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si televizion është shumë e vështirë sepse konkurenca është jashtëzakonisht e madhe dhe duhet që do dëshiroj që ndoshta në këtë pikë të bëhet domethënë zgjerimi me disa përfaqësi domethënë apo për raportues domethënë nga qendra të ndryshme ku jetojnë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo pse jo nga vendimi. Një falënderim shkon shumë për ju, për gjithë kontributin e thamë edhe më herët, por ne s'do t'ju zgjasim shumë sot, s'do t'ju mbajmë shumë. Vetëm një urim të shkurt për këtë festë të veçantë që ne sot po e festojmë. Gëzuar 25 vjetorin e formimit, gëzuar dhe pa që fat si televizion, si staf. Urimet më të sinqerta nuk shkojnë vetëm për pronarin, pra duhet të përgëzoj pronarin e televizionit zot Nika Nivila, po ashtu edhe bashortën e tij zonjen Valentina Vila, por përgëzim jashtëzakonisht madh dua edhe krejt stafit, duke filluar nga ju si gazetarët e tjerë, të gjithë stafi i televizionit shqiptarët e Amerikës dhe shpresoj dhe besoj që vitet që vinë në të ardhmen, domethënë ky televizor do të shkëlqejë akoma më shumë, edhe pse është në pjedestalin shumë lart për ka niveli i punës që bani deri sot. Laurime. Jemi këtu me zonjushën më të ëmbël të natës së sotme, me zonjushën Nikola. Jo vetëm që është e ëmbël, por edhe me duart të saj të arta i bën që gjitha femrat të duken të bukura, jo vetëm në ditën e tyre më të veçantë në martesë, por edhe me ato pastrimet e fytyrës. Kështu e fillova këtë bashkëbisedim sepse jemi këtu sigurisht me Nikolën për të na dhënë Nikola një urim për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, por edhe të pyesim Nikolën sa shef ndonjë emision tonin. Po Nikola, shef ndonjë emision tonin? Po, gjithmonë kam parë, që kur unë isha e vogël, deri këtë ditë. Ajo është interesant, ajo është shumë mirë, faleminderit për mbështetjen. Si mendoni që shqiptarët janë të lidhur me njëri tjetrin edhe sa televizioni i lidh shqiptarët? I mean, kemi shumë njerëz në Michigan që janë shqiptar edhe komunitetin, jemi gjithë bashkë edhe vim në këto darkat edhe Kjo është më mirë. Po. Atëherë, një urim për televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Urime 2025. Thank you, faleminderit shumë. Jemi në këtë mbrëmje gjithashtu me zotin Beqir Sina, një ndër gazetarët e shkëlqyer, që ka dhënë gjithnjë kontribut për televizionin shqiptarëve të Amerikës dhe ka qenë edhe pjesë e tij edhe pse i vendosur në New York, me rezidencë në New York. Zoti Beqir, çfarë ke për të thënë sot në këtë 25 vjetor? Si ndihesh? Unë sot kthehem përsëri tek ajo ditë e parë kur mora ftesën për të ardhur këtu. Ishte një kënaqësi e veçantë mbas disa viteve që punoja këtu në Shtetet e Bashkuara si gazetar, po gazetar i medias së shkruar. Dhe për herë parë më hap dera edhe në gazetarinë vizive. Dhe ky televizion është ai që më hapi dritaren, më hapi rrugën për në të fushë të re të medias, si që ishte gazetaria. Dhe kam bjerë vetën mjaft privilegjuar që kam punuar me këtë televizion, i cili ka qenë një dritare e madhe për të gjithë shqiptarët. Dhe suksesi i saj është edhe kjo arritje e tij.
Pra, shekulli një dritare që promovoi shqiptarët për 25 vjet. Faleminderit shumë për urimin dhe çfarë unë do kisha një pyetje tjetër, do të kishe ndonjë sugjerim ku mendon se duhet të fokusohemi në emisionet në të ardhmen? Në të ardhmen unë mendoj se televizioni, sidomos një televizion i tillë që pretendon që një televizion i niveleve të larta, teknologjinë që kanë tani duhet të rrisin anën profesionale. Ana profesionale është ajo që më e madhe që rrit të vlerën televizioneve. Dhe televizionet gjithmonë të jenë promovim i vlerave, jo anti-vlerave. Ajo do ta bëjë edhe më të madhe dhe do të ishte një arritje e madhe për vlerat. Unë të falenderoj shumë, falenderoj edhe për prezentën sot, edhe pash një mbrëmje të shkëlqyer, edhe shpresoj të argëtohesh. Falenderoj që keni ardhur. Të rinjt janë pjesë e televizionit jo vetëm sot, por gjithmonë. Ditën apo nuk ditën të flasin mirë shqip. Televizioni është ai që i bashkon. Këtu jam me një të ri, me një biznesmen shqiptar, që mendoj që ka më na dhënë vetëm një urim për televizionin, sepse më tha që nuk flet shqip, por kjo është më e mira. Të vim aty dhe të mësojnë shqip ku tjetër poste Al TV-usa. Një urim për ne. Urim e televizorit, shumë suksese, me shumë vite. Vijojmë me një intervistë tjetër me avokatin shumë të rëndësishëm në komunitet, me të gjithë përvojën edhe influencën që ka, zotin Jozef Detbukaj. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Faleminderit dhe për kohën për këtë intervistë. Do të kishit një urim në këtë 25 vjetor për televizionin shqiptar të Amerikës? Patjetër, urimi e 25 vjetorit, jo vetëm nga një vilës, po mbar komunitetit shqiptar i cili e ndizjon këtë televizion. Kjo është një televizion i rëndësishëm për komunitet, sepse e informon në gjuhën shqipe, historinë, kulturën, edhe vendlindjen. Është shumë e rëndësishme, shpresojmë që i vazhdojnë edhe për atë edhe supportojmë. Unë ju falenderoj për urimin dhe në të njëjtën kohë, një sugjerim që do të mund të ndryshonin, ndoshta tematikën e emisioneve, ku mendon se duhet të fokusohet më shumë në 2026 në televizionin? Mendoj se duhet të vazhdua kualitetin, duhet vazhdua për me ndryshua pak programin, dhe më dhanë se ka ndryshua dhe populata, për me vazhdua këtë televizion të rëndësishëm. Janë disa zona që nuk e kanë valen, edhe besoj edhe me hapi grim, se di se në Bloomfield Hills ku jetoj vetë, nuk e kem valen. Por e di sa më rëndësi se për një periud 10 vjeqar, 15 vjeqar e kem pas. Në është e lejzet. Okej, ne do bëjmë të pamundur të marrim parasysh edhe sugjerimet. Shpresoj të kaloni një mbrëmje të këndshme sot dhe faleminderit edhe një herë që keni ardhur për prezencën. Faleminderit.